Është maj dhe sipas besimit të krishterë ne besojmë që kur ne profetizojmë do të thot po dhe amen. Prandaj unë profetizoj mbi jetën tënde tani në emrin e Jezusit. Unë profetizoj që mbi ty po vjen një valë e shërimi në trupin tënd, në emocionet e tua, në mendjen tënde. Çdo plagë të kaluarës po shërohet, amen, dhe po zvendësohet me paqe dhe me një forcë të re që vjen nga Perëndia. Unë shpall që mendja jote po ri për të rrihet çdo ditë dhe ti po mbushesh me qartësi, me urtësi qiellore dhe me mençuri në emrin e Jezusit dhe ti do të marrësh vetëm vendime që vijnë të udhëhequra nga Shpirti i Shenjtë. Në emrin e Jezus Krishtit unë shkatërroj sot çdo plan të armikut të nisur kundër teje. Asnjë armë e krijuar kundër teje nuk do të ketë sukses. Të mbuloj ty dhe familjen tënde me gjakun e Jezus Krishtit dhe të deklaroj në botën shpirtërore dhe mishërore të mbrojtur, të bekuar dhe në udhëheqjen e Perëndis. Unë shpall që ky muaj është muaj jot, është koha jote, koha e dyerve të hapura që askush nuk mund t'i mbyll. Është koha e bekimeve të papritura dhe e surprizave të papritura. Është muaji i fitoreve të tua. Unë shpall që ky muaj është muaji që do të ngrej në lavdi dhe ti do t'i japësh dëshmi për lavdin e Zotit. Të bekoj në emrin e Jezusit dhe nëse beson, thuaj po dhe amen e marr këtë bekim. Amen dhe kështu do të bëj.